النسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. Një dëgjues nga Peja thotë është haram me rrit fëmijët e huaj. Ja, astaghfirullah, nuk është haram. Është haram me adoptu fëmijën e huaj. Ndërsa me marrë me rrit fëmijën e huaj, ajo është sevap shumë i madh motër. Sa fëmija braktiset, sa fëmijë si vdes baba, e nana e lën shkon dikun martohet, atëherë të shumët. Të shumë janë ato. E ne me marrë ata fëmijë, kush një, kush dy, kush tre, e me rrit, është sevap i madh, shumë i madh. Është sevap shumë i madh. Por ne njerëzit nuk kemi rrit atë shkallë. Që devotshmërisë na është më thonë, me marrë fëmijë me rrit. Me rritë fëmijë. Këtë dukurie kam pa në Malezi shumë, kam pa dhe shumë ka pëlqyje. Ka 2 ka 3, i mërshin atje, edhe i rretëshën dhe sa të bëhen të veti. Nuk i talojnë për fëmijëve të vetë. Sa në njëre kësë sevap i madh është.